WTF? Hej miq, mirësedhet në episodin e radhës të WTF Daily Show. Në fakt pushimet sapo kanë nisur dhe VIP-at i kanë marrë dhe ata pushimet e tyre. Por showbizi po gëlon. Dhe këtë herë jo për lajme të bukura. Olsi Bylyku dhe partnerja e tij Denada Lura thuhet se i kanë dhënë fund marrëdhënies së tyre. Dhe pse aludohet? Sepse janë bërë unfollow nga Instagrami. Ne e dim shumë mirë që unfollow nga Instagrami tregon një shenjë krize në marrëdhënie ose dhe ndarje. Dhe çfarë i përforcoi më shumë këto aludime ishte fakti që Olsi Bylyku ju përgjigj ftesës së një ndjekse të tij, e cila ishte maturante për të shoqëruar në mbrëmjen e saj të maturës. Në fakt unë uroj që mos jenë ndarë, po dhe nëse janë ndarë, atëherë kemi dy ish partner single. Single Egli, single Olsi, pse mos të kishte edhe njëri bashkim? Ndërkohë, me që jemi të ndarjet, një nga ndarjet më të përfolura të para disa viteve në showbiz ka qenë ndarja e Stines dhe Roza Laçit. Dhe Stine, i cili ishte i ftuar në emisionin Një Veçkullera në Andale, u pyet lidhur me këtë marrëdhënie. Dhe çfarë tha ai? Paksa diplomat në përgjigjen. Asnjë gjë, kohë e bukur, jam e fat që kam qenë ato moment. Çdo kohë duhet respektuar. Nuk është se kemi kontakte e as jemi miq. Kjo ishte një përgjigje diplomatike, por përgjigja e Rozës, e cila ka qenë konkurrente në Big Brother, nuk ka qenë dhe kaq diplomatike. Çfarë ka thënë ajo në ato kohë ka qenë se kam qenë një herë një kohë e lidhur me një të famshëm, kam prodhuar anën më të keqe të famës. Do thoja që nuk do lidhesha kurrë më me një celebrity. Kam vuajtur shumë kur kam qenë në atë marrëdhënie dhe prandaj u ndava. Kam qenë me atë për 3 vite dhe ishte marrëdhënia ime e parë. Nga njëra anë kemi një ish partner i cili e respekton kohën e kaluar dhe nga ana tjetër kemi një ish partner e cila thuhet se tregon që ka vuajtur në atë marrëdhënie. Se si qëndron e vërteta ne nuk e dim, por Stina nuk u pyet vetëm për këtë marrëdhënie. Një marrëdhënie shumë e përfolur e tij ka qenë sherri që ai ka pasur me Flor Mumajesin. Dhe si është marrëdhënia me atë sot? A do të bashkëpunonte ai? Stina është përgjigjur që pse jo? Pse të mos ta bënim? Ne kemi qenë shok dhe më parë se të bënim muzikë. Kështu që nuk ka asnjë arsye përse të mos bashkëpunonim. Në fakt, po përflitet këto kohë edhe për një rikthim të Florit. Dhe ne, kur ishim në Zvicër, u rastisëm me Florin dhe nga thashetëthemët që dëgjoheshin aty mes artistëve ishte që Flor Mumajesi do të rikthehet shumë shpejt dhe shumë fuqishëm në muzikë. Unë jam gjithë sy e vesh për të pritur rikthimin e Florit, besoj si dhe gjithë publiku. Nga ana tjetër, jo të gjithë VIP-at kanë qenë mirë me shëndet. Dhe këtë herë cili VIP nuk ka qenë mirë me shëndet? Fjolla Morina është shtruar në spital. Ajo ka postuar një story ku thot se kujdesi për veten do të thotë të bësh një pushim kur gjërat bëhen të vështira. Thua jo gjërave që nuk dëshiron të bësh, bëj gjëra që të bëjnë të lumtur. Fjolla me sa duket po na ngre disa dyshime se mund të ketë pasur një periudhë jo shumë të lehtë në jetën e saj, me sa duket nuk mohon dot gjërat, por burimet për privé thonë se shtrimi në spital ka ardhur për arsye të një mbi doze medikamentesh. I urojmë Fjollës shërim të shpejtë dhe me këtë ne shihemi në episodin e radhës. Pafshim! Andale!